me pas për afrim. As po frigoni që mundet kjo me ju kthy në bumerang, për arsye se nuk e, do me thonë se 51% askush si ka pas, edhe është për admirim, edhe është për lavdat, pa marrë për arsye që shka ndodhë rrethonat. Edhe tjetra është, çka po më intereson më tepër, e përmendet, do me thonë, zhvillimet globale, a ndodh kjo që Zoti Kurti po dëshiron të blej pak kohë për arsye se jashtëzakonisht kemi të bëjmë me një prezident, me një administrat Trump, e cila me të vërtet çka kemi pa, nuk po e fal minutin, ato se çka don me bë, një si shtet i vogël, me 1.8 milion, 1.7 milion njerëz, do me thonë nuk jena najfar playeri global që mundemi me ndru dishka politikat globale, kështu që a mendoni që mundet me na ndodhë dhe kjo, ose kjo po e frikson Zotin Kurti që mos po i vjen në tavolin një marrëveshje cilën ai duhet me nënshkru? Unë mendoj që qytetari i Republikës Kosovës do të ndihet i tradhtuar nëse ne do të bëjmë pazare politike të natyrës që kanë bo partit opozitare të kalume sa kanë qenë pushtet, do të ndihen tradhtuar nëse ne nuk respektojmë integritetin territorial dhe sovranitetin e Republikës Kosovës, që kanë bo qeverit e kalume, ku verion pothuajse e kanë lënë në zonën gri total, edhe ajo e shpjegon një numër të masa që ne kemi në marë. Unë mendoj që qytetari i Kosovës do të ndihet i tradhtuar, sikur ne mos punonim ditë e natë për mirëqenjen më të mirë të Republikës Kosovës. Ju e dini që nuk ka qeveri të pas luftës në Republikën e Kosovës që ka mendu më shumë për qytetarin e Republikës. E para kemi rishpënda buxhetin, e dyta kemi fillu të krijojmë masa